Klubi i futbollit Drini i Bardh si vjet ka shënuar 50 vjetorin e themelimit dhe në këtë gjysmë shekulli ka shënuar suksesin historik. Pas shpalljes kampion në Ligën e Tretë, skuadra asiane u inkuadruar në Ligën e Dytë të Kosovës me ambicie për të vazhduar suksesshëm edhe në rangun e ri të garave. Kjo, padyshim, do të ndikojë në rritjen e numrit të futbollistëve të rinj në shkollën e futbollit Drini i Bardh dhe rrjedhimisht do të ketë talente edhe më shumë të futbollit në Gjonaj dhe në Has në përgjithësi. Ky futbollist quhet Kledi Nerjovaj dhe është pjesë e shkollës së futbollit Drini i Bardh. Aktualisht është 13 vjeçar, por për shkak të talentit të tij dhe fizikusit luan me grup moshat U15. Unë jam Kledi Nerjovaj, vi nga fshati Lubisht Hasit. Futbollin e kam filluar që në moshën 6 vjeçare në klubin futbollistik Drini i Bardh. Pozicioni im i preferuar është mbrojtës i krahit majt, dhe kam filluar të luaj në fillim si mbrojtës stoper dhe tani jam si mbrojtës ancor. Kam shënuar shumë golla në stilin e Carlosit dhe nuk mund t'i numëroj. Si futbollist dua më shumë Lionel Messin dhe kam dëshirë në një herë të luaj në Europë si me ekipin Barcelonë dhe të prezantoj kombëtaren e Kosovës. Në Kosovë kam dëshirë të luaj për Ballkanin, në Super League. Në të ardhmen premtoj shumë, por të luaj në Barcelonë është qershia mbitort. Me trajnerin janë shumë i kënaqur. Faleminderimi më shumë i takon trajnerit dhe veçanërisht babit tim dhe familjes. Babi më ndihmon shumë sepse më ndjek kado që shkoj unë. Stili i tij, pozita që luan, goditjet e fuqishme dhe precize me gola të shënuar, i ngjajnë shumë yllit të dikurshëm brazilian Roberto Carlos. Në kjo të cilën Kledit ia vendosi trajneri dhe legjenda e futbollit asian Latun. Nofkën Carlos e ka për atë se është shutër i fort. Atë pozitë që e lunë Carlosi, atë edhe lunë edhe Carlosi i shkollës futbollit Drini i Bardh. Është një lojtar cilësor, është një lojtar i mençur, më të vërtet ka potencial. Është një lojtar shumë i mirë. Cilat janë karakteristikat e veçanta gjatë lojës, angazhimi i tij, pasimet, shutimet? Moi më thonë lere që i ka të gjitha. Është një lojtar, një lider i ekipit. Po dihet më të majti ka kursimet e mira, po golet e tij janë jashtëzakonisht mira. S'mundesh me thonë asnjërin prej tyre që është më i mirë. Dyqysh është një shutër jashtëzakonisht i fortë, me shuta të fortë, nëse vazhdon kështu shpresoj që Carlosi i Drinit të Bardh jetë edhe më lart. Në Kinder Ligë që disa vite kam për fillimin, në Kinder Ligë në 2 raste i pat rrezuda fëmijë me shut. Bile prej babi vetit i foli shumë. Prej atëherë hala ka një farlloj frike më shutu shumë, a më të vërtet shuton shumë. Prej atëherë, domethënë i kam prej Kinder Ligës, i kam taj qysh ma ka marrë mendja mua dhe ashtu është. Domethënë çasi pozitë, çasi lojtare, çasi shutet gjithaj ka. Është lideri i ekipit, këtë dojmë, jo sa unë si trener, por edhe shokut. Shpesh ndodh që vonohet, sukur që më vonu, po nuk vonohet, kush vetë a vjen Carlosi shokët e tina. Atëherë më të qetë janë, më të sigurt ku ta kam këtë lojë. Si unë, si trener, po ashtu edhe lojtarët, shokët e tij. Në fund Latun tash pas të suksesit të arritur në Ligën e Tretë, klubi i futbollit Drini i Bardh do të jetë në Ligën e Dytë, pse jo urojmë sa më parë në Ligën e Parë. Sa ndikon kjo në ngritjen e cilësisë të talentet e reja? Tashmë talente ka pasur gjithmonë Hasi, po tashmë duket numri më i madh. Më sigurisht që më i madh, me çet fituare që e bënën për më don Ligë Dytë, më siguri që më arritë më shumë, edhe kemi veç kërkesa, kam lajmërojnë prind, po tashmë vetë në herë është mbarimi. Besoj që si të fillon ngushti shtatori, kam veç thirrje me për fëmijët me çet rezultat që kemi kurrë edhe në Ligën e Tretë. Sigurisht, për futbollistët e rinj, një përgjegjësi të madhe kanë edhe prindërit. Babi i Carlosit, Bekim Nerjovaj, drejtor sportiv i klubit të futbollit Drini i Bardh, i qëndron pranë këtij futbollisti të talentuar dhe e përkrah në çdo aspekt për realizimin e ëndrrës së tij. Unë si prind për djalin tim jam të bëj maksimumin edhe do ta bëj maksimumin vazhdimisht në jetën e tij. Kledi është një sportash shumë i madh, si fëmijë ka pas ëndra, si bebe ka marrë topin edhe ka flet me ta. Sot ai është 13 vjeçar
ndërsa në moshën 7 vjeçare e gjysmë ka fillu me klubin Drini i Bardh me ushtrime, do të thotë dikon në klasën e dytë pa fillu klasën e dytë ka fillu me ushtrimet të futbollit. Po sigurisht se na do të këshyrim për hapet e më të tjeshme, ai sot është qëndron shumë mirë me ushtrime këtu në klubin e Drini i Bardh, nuk do të thotë që nuk do të ndrojmë klub në të ardhmen, për shkak se ambicjet si prind edhe si lojtar që ai më u bë janë edhe do të vazhdojmë për shkak ne i shohim të arriturat e tij. Ai qëndron shumë mirë edhe kemi fjalë miradije shumë të mirë edhe për trajnerëve, kundërshtar, me kundërshtar që luan, me anëtarë të klubit, me njerëz që njohin futbollin, me ekspertat të futbollit. Edhe ëndra ati fëmijë duhet njekët deri në fund. Unë si prind do të vazhdoj ta njekë ëndrën e tij. Atleti është talent goxha i mirë sepse është edhe majtist për shkak se luan me komën e majt. E majta ati potente e bën të veçantë ata, sidomos në gjujtjet e lira, në penalltie se kur e rrok topin nga largësia. Edhe pak a shumë këtë veti nuk e kanë gjithë futbollistat, ai si i ri ka treguar një talent. Është ka bëhet një punë mirë jashtëzakonisht edhe prej trajnerit, duke i falendëruar trajnerin Latun me Novkën që njihem sepse ai është emri i tij është Destan Gaboshi. Puna e tij deri sot ka dhënë fryte të mira, na jep shpresë që djali është ka shkuar në rrugën e duhur, ne do të vazhdojmë ta njekëm këtë shpresë edhe të shohim se ku na çon ai. Sa i përket me majt jashtë ose mrena, sigurisht ne jemi të punu një herë në këtë ambient mrençëm. Po nëse na vjen shanca, nuk do të thotë që s'kemi me këshyra alternativat, unë veç jam në kontakt edhe me menaxherat që punojnë jashtë shtetit. Besojmë se shumë shpejt do të jetë pjesë e ekipit të parë të Drinit të Bardh dhe pse jo një ditë edhe ekipeve të mëdha brenda e jashtë vendit tonë.